Ngjarja e rëndë që të rënditi Hollywoodin po merr një kthes të re. Një nga djemtë e regjisorit të njohur të filmave Rob Reiner dhe bashkëshortes së tij Michelle Singer Reiner është arrestuar dhe po mbahet në paraburgim në ndyshimin për vrasjen e prindërve të tij. Departamenti i policisë në Los Angeles njoftoi se Nick Reiner, 32 vjeç, u arrestua disa orë më parë në zbulimin të trupave dhe aktualisht ndodhet në paraburgim pa mundësi lirimi me kusht. Sipas burimeve policore të cituara nga CBC News, ishte vajza tjetër e çiftit Romy Reiner, 28 vjeçe, ajo që i gjeti prindrit të vdekur në shtëpinë e tyre me plagë të shumta të shkaktuara nga thika. Shërbimet e emergjencës u thirrën në rezidencën e familjes Reiner në zonën e Brentwood të Kalifornias rreth orës 13:38 sipas orës lokale të së dielës. Në vendngjarjen bërritën zjarrfikësit dhe ekipet mjekësore, po për të dy viktimat nuk mund të bëjë asgjë. Departamenti i zjarrfikësve të Los Angeles konfirmoi se Rob Reiner, 78 vjeç, dhe Michelle Singer Reiner, 68 vjeç, u shpallën të vdekur në vendngjarje. Policia tha se arrestimi i Nick Reiner u krye disa orë më vonë, ndërsa hetuesit po mbledhin prova për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes. Deri në këtë fazë autoritetet nuk kanë bërë publik asnjë motiv të mundshëm dhe kanë theksuar se hetimi mbetet i hapur. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të mëdha në botën e kinemas, ku Rob Reiner njihet si një nga regjisorët më të rëndësishëm amerikan, autori filmave ikonik si When Harry Met Sally, This Is Spinal Tap, Stand By Me, Misery dhe A Few Good Men. Autoritetet pritet të japin detaje të tjera në orët e ditët në vijim, ndërsa rasti po trajtohet si një nga krimet më të rënda familjare të viteve të fundit në SBA.